Përshëndetje të gjithëve, sot doja të prezantoja një teknik shumë të shkurtër për ju, e cila vjen nga CBT-ja, dhe shumë e thjeshtë, shumë e lehtë për t'u aplikuar, nëse ju vuani nga ankthi, shumë e lehtë për t'u aplikuar kjo teknika. Imagjinoni veten nëse jeni një aktor ose aktore në një film për të qeshur, komik, edhe ju është caktuar një rol që të luani një sjellje apo një veprim në mënyrë sa më për të qeshur. Sa më për të qeshur për të bërë të tjerët që të qeshin. Qëllimi është që të qeshin me ju. Sa më shumë ta bëni këtë, aq më mirë do ndiheni. Përpiquni që ta luani këtë skenar në mendjen tuaj, mos harroni jeni aktor ose aktore, dhe qëllimi është që të luani këtë sjellje sa më me pozitivitet që të qeshin të tjerët me ty. Jo vetëm që ju do përshtateni me ankthin, do ta shikoni ankthin nga një perspektivë pozitive, nga një diçka negative do ta shikoni një diçka shumë pozitive për të qeshur, ndërsa shikoni të tjerë që qeshin me ty dhe ti do qeshesh me ankthin tënd. Është shumë e mirë nëse e praktikoni, është shumë e thjeshtë, shumë e lehtë. Shumë faleminderit për kohën, vëmendjen, mos harroni të pëlqeni, të ndani dhe të komentoni në videot në kanalin tim. Shihemi në videon e radhës, deri atëherë mirupafshim.